unë edhe sot që jam e martu, më në prap menoj për prindë e mi, Abdin. Ajo në mirë, a ka nevoj diçka, dhe me thonë, nashta ka edhe meshkuj që e bojnë kitë sem, po se di, unë menoj që femnat janë shumë ma të ndishme, jam për prindë, për motra, për vllazni, për krejt. Kështu që, unë jam rrit me një familje, jo me kushte shumë të mira, me kushte normale, baba jem ka punu shumë të njëtën, më o kujdes për krejt neve, po jena kon pak kalavlak, 6 fëmij edhe. U kon pak e pamundur, do më thonë, me u rrit në luks. Nuk na kanë mungu gjanat elementare, po nuk është që kena bona i far luksi. Kështu që unë të e pa babën tem, të munu me bona shta shumë punë të ndershme, po që jenë punë të vështira, punë krahu, çdo lloj pune tjetër, veç që neve mos me na mungu kur gjë, dhe me thonë, unë të rrit, kom thonë që unë kom munu, me ja dalë edhe minimu babës tem, familjes tem, edhe e kom ditë që unë i ditë kom ja dalë.